Unë kam ardhur sot që të pyes shqiptarët nëse VIP-at shqiptar kanë zgjedhur më mirë se sa ish partneri për jetën e tyre personale dhe bashkëshortin ose bashkëshorten që do kenë në të ardhmen, apo jo, do marrim mendimin tuaj. Butrinti apo Luizi? Luizi, mo. Luizi thua ti? Luizi. Po pse Luizi? Ajo je bukur. Me Jonida Maliqin apo me Heidi Bacin? Është përmirësuar në zgjedhjet e tij apo është përkeqësuar? Jonida Maliq. Jonida Maliqin, mendon që s'duhet ishte ndarë nga Jonida? Besoj se po, mendimi im. Ndërkohë kemi Xhensila Myrtezajn, e cila ka qenë e martuar me Beskallakun Po. dhe pastaj u ndan edhe përflitet që është me Ledri Vulën. Është përmirësuar në zgjedhjet e saj apo Për mua është përmirësuar. është përmirësuar më mirë Ledri Vula? Edhe Sollakun nuk e përjashtoj, po nuk që i zoti ta mbante. Nuk Pati pse shansin- mendon kështu? Pati shancën e mirë. Po pse thua që nuk qej zoti? Po, Mendon që Xhensila ishte më e mirë se sa Besi? se lejoj ndarjen në mes, njëri çifte ka lejuar. Ndërkohë, Loredana këngëtarja ka qenë e lidhur me muzikun dhe sot është lidhur me futbollistin gjerman Karim Adeyemi. Ajo është për zgjedhje ekonomike. Kush ka para më shumë. A Asnjëri thua? s'fiton. A thua pse futbollistët kanë më shumë lek se këngëtarët? Mendimi im ky është. Si është e mundur sot që ndajen gratë në burrat e burrat në gratë. Kiara Tito ka qenë e lidhur me Butrin Timerin dhe sot është e martuar me Luiz Eilin. Shumë mirë. Me kë ka bërë zgjedhjen më të mirë? Dëgjoj, ata e din vetë për lidhjen nuk ndërhyn dot njeri pse me këtë pse me atë. Atë deshi, atë mori. Atë mori. Shumë. Xhensila ndërkohë ka qenë e martuar me Besin, u nda nga Beskallaku, është lidhur thuhet me Ledri Vulën. Atje në Kosovë është lidhur. Në Kosovë, ka shkuar gocë në Kosovë. Kështu përflitet. Këngëtar është ai, këngëtar është kjo. I përshtaten profesionet, thua. Po ndërkohë, ish bashkëtuesja e Ledrit ka qenë me Ledri Vulën, Sara Hoxha dhe sot është me Erik Të Fullanin. keqen në aty, po unë si njoh asnjëna. Erik Fullani është djali ish guvernatorit Bankës Shqipërisë. Ada Fullani po ai. Mendoni që Djesëm me euro. me euro. Mendoni që ka zgjedhur mirë Sara? Sa rapor, zgjedhë djalin dhe para. A kanë përmirësuar dorën në zgjedhjet e tyre apo jo? Femër me femër, mashkull me mashkull. Jo. Femër mashkull. Ti tjepër. Po Xhensila me Beskallakun që sot Asi përflitet një me fare. Ledrin. Si një, a? Besila me Beskallakun atë punë. Po pse atë punë? Pse mendon që kanë atë punë? Vetje. Ai ka hyrë vetja në qe. Ndërkohë Loredana ka qenë me muzikun, këngëtar i njohur në Kosovë, sot është me Karim Adeyemi, një futbollist i njohur, por i huaj. Ti si mendon? Më mirë shqiptar apo të huaj? Ka bërë mirë Loredana që ka ikë jashtë. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi? S'ka rëndësi shteti? Mjafton që njeriu të jetë i mirë. Të ndihet Të mirë. doj, të respektoj për aq sa je. E vërtet. Xhensila nga ana tjetër ka qenë me Beskallakun, patën 2 fëmijë, por u ndan. Edhe sot funksionoi. përflitet me Ledri Vulën. Ashtu dhe. Tani më mirë me Besin apo me Ledrin? Këto femra që i ndërrojnë partnerit kështu, kanë oreks të madh. Vërtet? Mendon kështu? Kështu mendoj. Po pse mendon që Sepse njeriu- vjen ky oreksi? njeriu- Duke ngrënë. Ledri dikur ka qenë i martuar, i bashkëtues me Sara Hoxhën, sot Sara është me Erik Fullanin. Nuk e kanë problem. Se kam problem, thua? Kurse tek neve ekziston ajo, së them ai zakoni i vjetër. Edhe po të vuash, do durosh. Do durosh. Kurse ato bëjnë mirë që të çlirohen Aha. nga një peshë që nuk e mbajnë dot. Romeo Veshaj ka qenë dikur i lidhur me Jonida Maliqin, më pas me Heidi Bacin, që u bën shumë publike, me Aleksia Peleshin, por me asnjëra nuk i ka funksionuar. Mendon që është problemi Romeo apo vajzat? Jo, ky. Ky është problemi I çeko i libruar. Nuk e di, ka të bëjë edhe ekonomia. Ekonomia thua leku? Edhe lekush. Për shembull Xhensila, Çdo gjë shikojnë lekët. po, Xhensila ka qenë e martuar me Beskallakun. Po. U ndan, kishin 2 fëmijë u ndan dhe sot përflitet me Ledri Vulën. Po, kam dëgjuar. E ke dëgjuar, a mendon që është përmirësuar në zgjedhjet e saj? Jo, Besi ishte më i mirë mendon? Tashi ajo ka fëmijë me atë se duhet të shkojë me njëri tjetër. Pra për fëmijët mendon që s'duhet të ishin ndarë? Po, tashi nuk e di, mbas edhe marrëdhëniet Nuk i kam pas mirë, po. Se njeriu do dhe të jetojë i lumtur, jo. Po, e vërtet. Siç ka qenë përpara martohet edhe Po. edhe sikur të jetë i keq. Ndërkohë,
Kiara Tito dikur ka qenë e lidhur me Butrin Timerin. Sot është e martuar lumturisht me Luizin. Mendon që ka zgjedhur më mirë me Luizin? Ka bërë telebingo me Luizin? Nuk e di. Në lidhje me Kiarën. Sikur s'pëlqen. S'të pëlqen? Ja. Më mirë mendon Kiara ishte me Butrin Timerin, këngëtarin? Ai ishte më serioz, nuk e di. Më serioz, Sara Hoxha, ish partnerja e Ledri Vulës, sot përflitet që të jetë në një marrëdhënie me Erik Fullanin. Duken sikur janë vipa. Duan të ndrojnë partnerën, të kenë kështu vëmendje në... Mendon që e bëjnë për vëmendje këtë? Ka mundësi dhe Për kjo, klikime? se s'ma mën për klikime, ka mundësi.